Turizmi dhe plazhi. Gjatë verës, njerëzit duke qenë se kanë kohë të lirë, po edhe kushtet janë të përshtatshme, zbresin det. Dhe brigjet e detit kryesisht janë të mbushura me lakurisi. Atëherë kush duhet të jetë qëndrimi besimtarit ndaj vajtjes në bregdet, vajtjes për plazh? Do të flasim fillimisht për meshkujt, për burrat. U lejohet burrave që shkojnë det, nuk ka pengesë, por me kusht që të mos shkojnë aty ku ka lakurisi. Të shkosh aty ku ka lakurisi, ku femra zhvishen lakurisht, është haram. Dhe të lahesh aty ku femrat janë të zhveshura, është haram. Zoti na ruaj, sepse aty është vend shumë i rënd. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndaluar që të hyjnë burrin në një hamam publik nëse nuk është i mbuluar nga gjunjët deri te kërthiza. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yadkhulul hammama illa bimi'zarin." Ka thënë kush beson në Allahun dhe në botën tjetër, të mos hyjë në hamam, në banjat publike pa izar. Izar do të thënë është fustanella që vihet nga kërthiza deri tek të pak nga kërthiza deri ke gjunjë që mbulon auretin. Nga kërthiza e poshtë. Në të kaluar kishte banja publike, hamame publik ku shkonin njerëzit laheshin, kishte avull nxehën të ujit nxehën me fjalë. Ndoshta ka pasur në Elbasan më herët, unë kam pa në Damask me fjalë. E këto faktikisht me dinë në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk ekzistonin, por ekzistonin në Sham. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kishte dëgjuar për to dhe i ka paralajmëruar shokët e tij. Kështu që nuk lejohet muslimanët të shkojnë në hamam ku dhe të zbulojnë auretin. Po gjithashtu nuk lejohet që të shkojnë në një hamam ku ka njerëz që zbulojnë auretin e tyre, apo që lahen lakurish apo lahen me auret zbuluar. Dhe brigjet e detit në të cilat ka lakurisi nuk lejohet shkosh të bie syrin haram. Do jesh mes haramet, femra zbulume Zotin e ruaj. Burrat që zbulojnë auretin e tyre. Meshkujt, burrat atëherë nëse arrin që të shkojnë në një vend ku nuk ka lakurisi, u lejohet. S'ka gjë. Shkojnë aq sa e kanë nevojshme dhe të kthehen. Po vllai musliman me gruan e vet, me fëmijët e vet, a lejohet shkoj? Lejohet nëse shkon në një vend ku nuk ka lakurisi. Shkon me gruan e vet, me njerëzit e shtëpisë vet, shkon, normale që gruaja duhet ruaj auretin para njerëzve të shtëpisë, para fëmijëve të saj, mos zbulohet ashtu. Si zbulohen xahilkat. Por aq sa ka të lejushme që zbulojnë para fëmijëve, flokët, duar deri këtu, domethënë nëse nuk ka burra të huaj aty, edhe është sigurt se s'ka burra të huaj, nëse nuk ka siguri, atëherë do të jetë trinë mulume. Sepse është rrezik me fjalë. Dhe kjo është e qartë. Nëse vëllezër muslimanë do shkojnë të organizuar në det, s'ka gjë, por me kusht që shkojnë në vende ku nuk ka lakurisi. Vendi i lakurisisë është e ndaluar. Po për gratë, ne e thamë, nëse një vëlla musliman merr vajzat e veta dhe shkon diku, merr vajzën e vet apo merr gruan e vet dhe shkon domethënë në një vend larg harameve, larg lakurisisë, kjo nuk ka gjë me fjalë. Se s'ka ndonjë argument që e ndalon diçka të tillë. Është thjesht një veprim i lejushëm. Por vajtja e grave, dërgimi i grave në mënyrë të organizuar në breg të detit. A lejohet ky veprim apo jo? Fillimisht unë do të tregoj disa hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të cilat flasin për gjykimin e hyrjes së grave në banjot publike. Edhe pastaj do të bëjmë krahasimin mes brigjeve të detit dhe banjave publike. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot në hadithin e parë që do të përmendim: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudkhil halilatahu al-hammama." Kush beson në Allahun dhe në botën tjetër të mos e fus gruan e vet në hamam, në banjat publike. Në hadith tjetër thot kështu: Vin disa gra nga Shami tek Aisha radhiyallahu anha, dhe Aisha u thot: "Ju jeni prej atij vendit gratë të cilave hyjnë në banjat publike në hammamatët?" Than po. Tha: "Kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam duke thënë:
çdo grua që i heq rrobat e saj jashtë shtëpisë së burrit, ajo e ka grisur perden e turpit mes saj dhe mes Allahut subhanahu wa taala. Perden e turpit që ekziston dhe mes saj dhe mes Allahut. Në një variant tjetër vjen çdo grua që i heq rrobat e saj diku tjetër, jo në shtëpinë e ndonjërës prej nënës, gjyshes apo nënave të saj, me fjalë. Nënës gjyshes, do të thotë dhe gjyshe quhet nën. Në hadithin e Ummu Salama përmendet se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, çdo grua që i heq rrobat jashtë shtëpisë së burrit të saj, le ta di, apo çdo grua që hyn hamam apo i heq rrobat jashtë shtëpisë së burrit të saj, ai le ta di se Allahu në atë ka për t'ia grisur perden e turpit mes tij dhe mes saj. Në një hadith tjetër përmendet se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, unë e ndaloj hyrjen hamam grave të ummetit tim. Atëherë nga këto hadithe ne mësojmë se gratë në mënyrë kategorike kanë të ndaluar hyrjen hamam. Burrave u lejohet që të hyjnë në qoftë se mbulojnë auretin dhe nuk ka njerëz që zbulojnë auretin. Ndërsa grave nuk u lejohet, pse se në banjat publike ka përzierje mes burrave dhe grave, ose mund të ketë vetëm gra, po ka gra që zbulojnë auretin. Po edhe nëse qoftë se nuk ka gra që zbulojnë auretin, gjithsesi mund të tendosen rrobat. Kështu që banjat publike nuk vlen për gratë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar që gratë të hyjnë në banjat publike. Dietarët kanë bërë përjashtim vetëm për gratë që kanë të domosdoshme, që e kanë të nevojshme, për shembull, një grua që është e smur dhe ka nevojë që të shkojnë për nxehtësi, domethënë për lejohet. Po vajtën lindxha faktikisht, ato janë banja publike, por aty gratë nuk e shohin njëra tjetrën sepse ato janë të ndara nga njëra tjetra. Kur hyn për shembull gruaja aty, banjat e grave janë vete, banjat e burrave janë vete, zakonisht, po ndoshta mund të ketë vende që domethënë dhe ai që hyn aty mbyll derën dhe nuk e sheh kush. Kështu që janë disi më ndryshe nga banjat publike se si kanë qenë në të kaluarën, por përsëri ka problem. Prandaj për të qenë besimtarë larg problemit, nuk lejohet që të shkojnë femra dhe në lindx vetëm nëse kanë nevojshme. Është me reumatizëm, ka lodhje shëndetësore, edhe ka nevojë për ujin e lindx. Dhe zakonisht lindx shkojnë njerëz hallëxhi, njerëz me smundje, nuk shkojnë njerëz për qef. Kurse në plazh shkojnë edhe njerëz për qef. Kjo është fakt, në fjalë. Po edhe në lindx, siç e thash, ata që s'kan nevojë, gratë që s'kan nevojë nuk duhet të shkojnë. Ndërsa ato të cilët e kanë nevojshme do të shkojnë, siç u sqarua pak më parë. Ndërsa hadithet të cilat përmendëm ne janë ndalojnë në mënyrë kategorike gruas që shkojnë në plazhe që janë përzime, femra, burra apo ku ka lakuristri, ajo është shumë e qartë për fjalë. Por nëse mund çohet një grumbull femrash në breg të detit dhe larg burrave, larg lakuristisë. A lejohet kjo punë apo jo? Kjo punë faktikisht është problematike. Edhe mund të përfshihet në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që përmendëm pak më parë, sepse ato mblidhen një grumbull femrash. Dhe vërtet thuhet se do jetë në një vend larg lakuristisë, po nuk ka siguri. Vërtet thuhet se nuk do ketë burra aty, po ka nevojë që të jenë disa burra aty, sepse gratë nuk mund të rrinë pa pas burra aty. Vërtet thuhet se nuk do ketë burra aty, mirë po për shembull kur shkojnë në mënyrë të organizuar dhe burra dhe gra, për shembull burrat do përpiqen të takohen me gratë e tyre. Edhe domethënë mund të lindi fare përzierje apo mund të afrohen domethënë. Edhe kjo është problem me fjalë. Tjetër ka femra të cilat zbulohen apo nuk e ruajnë tamam siç duhet auretin. Po pastaj kur hyn det do të tendosen rrobat. Dhe dihet që femrat duhet të kenë rroba të gjera, mos shihet forma e trupit të tyre as nga motrat muslimane. Dhe kjo është një problem me fjalë. Kështu që këto janë një sër problemesh. Prandaj unë nuk e shikoj as pak të arsyeshme që të çohen motrat muslimane në mënyrë të organizuar në brigjet e detit.
Kjo mund përfshihet në hadithe të cilat ndalojnë hyrjen e femrave në banjot publike. Plus që ka dhe probleme. Pastaj, kjo mund bëhet dhe rrugë. Dhe kuptohet që në Shqipëri tashmë sa vjen dhe poshtohet lakurisia dhe zbritja e njerëzve në brigjet e detit. Lakurisia poshtohet. Dhe vite tjera do të mendohet me fjalë që patjetër duhet me shku në plazh. Edhe motrat muslimane thotë duhet shkojmë ne. Edhe nëse nuk gjejmë vend atëherë do shkojmë në vendet e lakurisë, Zoti na ruaj. Apo thonë jo nuk ka lakurisi ndërkohë që aty janë fare afër lakurisisë. Kjo është problem me fjalë. Prandaj duhet që të evitohet. Duhet që të evitohet. Po vajtja e vëllezërve, domethënë mlidhen vëllezër musliman, grup, familje. 20-30 familje me gratë, me fëmijë, edhe shkojnë në breg të detit. Faktikisht vajtja në mënyrë të organizuar në këtë mënyrë përsëri për mendimin tim është problematike. Sepse plazhet në Shqipëri janë të shthurura. Shumë pak vende janë të pastërta, janë vende të thepisura në të cilat njeriu zbret me vështirësi. Me thënë të drejtën me fjalë. Dhe në qoftë se vëllezërit musliman do shkojnë kështu në mënyrë të organizuar, kjo josh xhamatin që të zbresin det. Dhe bën që të shkojnë, edhe ndoshta do shkojnë dhe aty ku ka lakurisi dhe aty ku ka haram. Prandaj këshilla është që të mos shkojmë në mënyrë të organizuar në këtë mënyrë ndet. Por nëse dikush do shkojë, merr gruan në vet, shkon në një vend, shkon në Malt apo një ditë, 2 apo shkon në Bregdeti ku nuk ka lakurisi, nuk ka haram, kalon një farë kohë aty, kthehet në shtëpinë e vet. Kjo është çështje tjetër, domethënë. Ama të dalim në mënyrë të organizuar në këtë mënyrë, unë e shoh si një mënyrë që mund, se normale që vëllezërit musliman mund thonë që vërtet ne shkojmë marrim, domethënë hyrjet i marrin disi larg bregut detit, rrim aty për një javë, 10 ditë apo 2 javë. Dhe kur shkojmë nuk dalim në mënyrë të organizuar në det, secili merr gruan e vet dhe ikën në një vend largët ku nuk ka lakurisi, nuk ka harame. Kështu pretendojmë vëllezër muslimanë, se unë nuk e di realisht se si ndodh me fjalë. Unë di për ato çka kam bë vet. Ju kam shkuar për shembull ndonjëherë në Bregdetit, kam shkuar me njerëz të familjes time, po domethënë kemi shkuar në vende ku nuk ka pas lakurisi, elhamdulillah. Dhe duhet mendoj mirë edhe për vëllezërit muslimanë, normalisht domethënë, por vajtja në mënyrë të organizuar mund shkaktoj probleme. Prandaj unë përsëri gjykoj që ajo duhet të evitohet. Tani kam vetë një çështje për të diskutuar, domethënë. Që është çështja se motrat muslimane kanë edhe ato nevojë për zbavitje dhe për argëtim. Në qoftë se nuk do të shojmë si të shkojmë vëllezër muslimanë në mënyrë të organizuar në det, pa ato mund të gjejmë forma tjera për organizimin e jetës së davetit të motrave muslimane. Nuk është e thënë që ti mbledhemi të shojmë Bregdetit. Ka një sër problemesh, mund të përfshihet edhe ndalimet e haditheve të cilat i përmenda pak më parë. Po çfarë mund bëhet? Për shembull, mund bëhet, domethënë, në xhami, në një shtëpi davje, aty ku ndodhen qytet, domethënë mund të mlidhen, mund të bëjnë mësime, mund të bëjnë aktivitete, mund të bëjnë edhe veprime joshse të cilat janë të lejueshme në fenë islame. Domethënë ka një sër mënyrë të cilat mund të kompensojnë atë që ndërsa nëse motrat muslimane kanë dëshirë që të shkojnë, shumë mirë ato mund të shkojnë me bashkëshortet e tyre, mund të shkojnë me vëllezërit e tyre, mund të shkojnë me prindërit e tyre, dhe të shkojnë diku ku nuk ka lakurisi, nuk ka haram, nuk ka përzierje, janë krejt në vete, siç e sqaruam dhe pak më parë. Ndërsa në mënyrë të organizuar është me të vërtetë problematike. Një çështje tjetër që është për të diskutuar. Para 10-15 vitesh për shembull, janë bërë kurse për femrat. Ndoshta vazhdojnë të bëhen përsëri, kryesisht me fillestare, dhe kanë pas dobi. Një numër i madh i motrave muslimane kanë mësuar fenë, aq sa dhe shahadetin në këto kurse. Kam mësuar namazin, kam mësuar rregullat e fesë, madje edhe jam uluar në kurse të tilla. Por ama për shembull kur udhtojnë to nga vendi i tyre për këtë kursi, do udhtojnë pa mahrem. Kur qëndrojnë aty kanë përqendruar pa mahrem, se njerëzit e tyre janë qafira, janë xahil, nuk njohin gjë për fesë. Ose për shembull merren
ambiente me qira për motrat muslimane që studiojnë në për universitete, që kanë pranuar islamin në universitet, për shembull. A lejohen të gjëra apo jo? Përgjigjja është që këto kurse, duke marrë parasysh kushtet tona, lejohen si përjashtim. Lejohen si përjashtim. Dhe unë mund sjell një rast konkret nga jeta e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për të kuptuar se pse bëhet përjashtim për një gjë të tillë. Dihet që nuk lejohet që femra të udhtojë pa mahrem. Por në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kishte gra që pranonin fenë islame në vendet e kufrit dhe u duhej që të bënin hijret në Medinë, në vendin ku ishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe shokët e tij. Mirë, duhet të bënin hijret vetëm. Tani të qëndronin në vendet e tyre ku rrezikonin fenë, apo të bënin hijret pa mahrem, gjë e cila është ndaluar. Do të bënin hijret qoftë edhe pa mahrem, edhe pse ishte ndaluar. Që të mësonin fenë dhe të ruanin fenë. Ky është përjashtim. Pse është ndaluar udhëtimi i femrës pa mahrem, si një mas parandaluese? Tamam? Po kështu. Edhe përderisa kjo është ndaluar si një mas parandaluese, dietarë thonë ma hurrime saddan lidh-dhari'a jaza lil-maslahati ar-rajiha in lam yatarattab 'alayha al-mafsadatu allati hurrimat min ajliha. Nëse një gjë është ndaluar si një mas parandaluese, për shembull është ndaluar sepse çon zina, çon haram. Ajo në vetvete nuk ka gjë po mos çonte në zina. Po duke qenë se mund të çojë njerëz në zina, se nuk është thënë që në çdo rast të çojnë në zina, po në ndonjë rast mund të çojnë në zina. Duke qenë se mund të çojnë në zina, sheria e ka ndaluar si një mas parandaluese nga harami i madh. Gjërat, rregulli është kështu, gjërat që janë ndaluar si një mas parandaluese lejohen në qoftë se nëpërmjet tyre arrihet një interes që është më i madh se sa dami i këtij harami, në qoftë se nuk çon në damin për cilin është ndaluar. Tani, interesi që femra muslimane të mësoj fenë islame dhe të ruaj fenë e saj është i qartë. Ndërsa udhëtimi pa mahrem është një dëm. Lejohet që të udhëtojë pa mahrem, në qoftë se në vendin e saj nuk e ruan dot fenë, në qoftë se në vendin e saj nuk e mëson dot fenë, në mënyrë që të shkojnë në një vend ku do të mësoj fenë dhe do të ruaj fenë, se do bëj hijret. Po për motrat muslimane të cilat merren për shembull nga zona ndryshme dhe vendosen në një vend për të mësuar fenë apo për të bërë një kurs fetar. Unë gjykoj se lejohet si përjashtim. Sepse po të shohim kushtet e tyre në ambientin ku zhvillohet kursi janë shumë më të mira se sa kushtet në familjet e tyre. Në familjet e tyre ato mund të shënërohen. Në rrugët, në qytetin dhe në fshatën e tyre ato mund të shënërohen. Se i kanë gjitha kushtet e shënërimit. Ndërsa në kurset fetare që organizojnë vëllezërit musliman, ato e kanë të pamundur që shënërohen. Flasim për ata që respektojnë tamam rregullat e fesë. Kështu që ky është përjashtim, sepse po të shohim jetesa e saj, qëndrimi i saj për një javë apo për dy në një kurs të tillë është shumë më mirë se sa qëndresa e saj mes familjes së saj ku nuk mëson dot fenë, nuk respekton dot fenë dhe nuk e njeh dot fenë.